Unë nuk kom agjeru, emrin e kom musliman, për nuk praktikoj agjerimin. Ne jemi shtet laik, për mu feja është sekundare, për mu atë është mbi fen. Fenë e kemi edhe ashtu artificiale, s'është kjo jona. Këta kemi të imponune. Turqia me ardhin e saj, dikuj me dhunë, dikuj për interesa ekonomike, ja ka ndru fenë. Se me qenë katolike ortodoks, kemi qenë pagan, si ilir, kemi besu në rofej, në djeli, në reja, e kështu më radhë. Si e? Mirë. Si më kalon? Mirë. Shëndet mirë të kemi. Po, mirë, s'pa në kona. Me peshtim syzave. Veç sa të drinë bukur shumë. I kur gjo mu, shkapi rinë ati karshi. Ne i rinë shumë mirë, po dhe vetë është e mirë kjo. Nga po, më. Jemi në muajin e Ramazanit. Shumica e njerëzve e agjerojnë këtë muaj. Për ty sa ka rëndësi? A ke agjeru ndonjëherë? Unë nuk kom agjeru, emrin e kom musliman, për nuk praktikoj agjerimin. Ata që agjerojnë ju dëshrej Ramazan begat, edhe me ju kryt gjitha ato shka shpresojnë. Nuk jam, për mu, ne jemi shtet laik, për mu feja është sekundare, për mu atë është mbi fen. Ku mbi, po ashtu, e jo feja. Fenë e kemi edhe ashtu artificiale, s'është kjo jona. Këta kemi të imponune. S'kem qenë na musliman. Kemi, unë vetë jam musliman, po nuk kemi qenë. Këta kemi marrë prej kohës Turqisë, jo tash. Kjo është e. Se po thoi imponune, feja është? Po sepse Turqia me ardhin e saj, dikuj me dhunë, dikuj për interesa ekonomike, ja ka ndru fenë. Ti abstrahoj katolikët dhe ortodoksët të cilët kanë mbetën ato që kanë qenë. Për ndryshe para këtyne, para se me qenë katolike ortodoks, kemi qenë pagan, si ilir, kemi besu në rofej, në djeli, në reja, e kështu më radhë, në bjeshk. Sa kjo mendim, a ke lexu Biblën dhe Koranin? Unë e kom lexu edhe Biblën edhe Koranin, e kom të nënshkruan nga një burr i Irakit, si dhuratë që e kom marrë, për Koran edhe për Bibël, por nuk ka fe pa dhe. A dheu, kombi atëherë feja. Atëherë feja. Ne jemi shtet laik, nuk e pengojmë kërkuj mi majtë drejtimin e vetë vetar, por kjo nuk do më thonë që duhet ashti me shkurtu orarin e punës, pse ti do më agjeru, ti tash do më bo ato ngarkesë dikuj tjetër, apo bën për shpirtonin. Kjo është e shkollë. Nuk është bërë, dhe më thonë, për diçka, dhe më thonë, me nderu ata punëtorë që punojnë, që kemi një shumë të madhë punëtorë. Nuk bëhet kjo për me nderu, se në qëfëse duhet, qëfëse është e për me nderu, atje po duka me dhonë ka i paga dhe mes me ardhën punë hiqë. Që atje nderojnë tamon. Ajo më ka i gjysore një orë, bëhet në dëmë të mësimit. Dhe ajo që nuk bëhet sot, s'mundet më kompenzu. Se mësimi duhet më bëhet për ditë. Të mësimi s'kanë humbur, ata vetëm e kanë kompenzu të më thonë qatë orarin. Edhe në që se shkurtu orari i pushimit, atë pushim nuk e ki caktu as të jasune, por ka caktu dikur që është pak ma i menshëm. Edhe kanë thonë që duhet që ka shpeshen pushimi, jo më zvoglu. A është vendimi mirë kjo kryetarit Prishtinës të pari Rama? Unë mendoj që jo, edhe është në kundërshtim me kushtetutën e vendit, për shkak se ne jemi shtet laik. Ti mund të predikosh dhe gjithkush fejën e vetë, por kja nuk do më thonë që duhet më bo në dëm të vendit punës, nuk duhet më bo në dëm të fëmijëve apo dikuj tjetër. Ti, si në rikosh, si shqiptar apo si musliman? Unë si shqiptar, mas pari, e mandej edhe si musliman. Emrin e ka musliman, të ki, se dhja din të ajo është ka dhe më thonë. Mirë po musliman mund t'jenë edhe sunit edhe shit. E tash... Në pjesë ti e banë? Unë të partë e mi, se jo unë s'jam ashtë ne, asa ne, të partë e mi kanë qenë shit ma shumë. Të Sadije, Rafaije, të tjerë, që një pjesë e madhe këtu në Kosovë zdinë atë shka janë bile.
I dërgo pak për njerëz se din pak. Çfarë? Në muslimanizëm janë dy drejtime, shit edhe sunit. Sunit janë këta që shkojnë ka xhamia, ndërsa shit janë këta të që lidhen me teshe. Të teshet janë 11 plus 1 në krah. E për ty cilët janë më të preferuar? Më të preferuar janë bektashit për shkak se ata e kanë atë dheun mbi fen. Atë dheun e kanë mbi fen dhe pa dhe nuk ka fe, se kur je i okupun, të ndrojnë edhe fen, të ndrojnë edhe mendimin, të ndrojnë edhe të gjitha. Gjithsesi atë dheun atë meshari ka pasur, po ka xhuruar, ka mbajt fen. Sa është kjo që bën diçka? Jo, ka shumë rëndësi me dash atë dheun, atëherë fen. Ka shumë rëndësi. Për mendim temin, tash unë që imponoj kërkuar se është mendimi juaj. Është mendimi im individual personal. Ashtu as mi vetëm më miu imponu. Mirë po, kjo nuk do të thonë që para se me shku në xhami, unë duhet më kon ai i cili çoj bukën në shtëpi. Çoj të mira për një jetesë normale në shtëpi. Dhe tek atëherë me shku në xhami, na kur s'kemi pas xhamia më shumë, e kur më shumë prostitucion e hajni e dallavere se sa tash s'kemi. Po, nuk e di ku do të dalë kjo. Jo, po do më dalë çashtu që e thash. Sa më do që feja i ka Po çka më vjen ti ose ti në xhami, nëse kur je jashtë xhami si bën 100 dallavere. Nuk bëhet me suneta, me lesh predikimi fetar, me mosleshe, me mjekra, nuk bëhet me tërfërtalqa, nuk bëhet predikimi. Predikimi bëhet nëse ti ke shpirtin e pastër, mund t'i ndihmosh dikujt, mund t'i japish ndihmë pa kursysh me çdo kujt, edhe jo me obligim për me ta kthy. Indrëm, çka? Unë fund po do të përshëndet ty shumë. Faleminderit shumë që dha një mendim të ndën. Është mendimi juaj? Po, s'është të thonë që pajtohen me mua, por kjo është mendimi im. Secili ka hapësirë për me dhënë një mendim të na. Ty të falenderojmë shumë. Të rëmë shëndet, më të mirat. Ditë mbar.